Moderatori dhe prezantuesi I njohur I Big Brother VIP Kosova, Alaudin Hamiti, ka ndezur rrjeti me pamjet më të fundit që ka publikuar nga brenda shtëpisë më të komentuar në Shqipëri e Kosovë. Në videon e tij, e cila u përhap me shpejtësi të jashtëzakonshme, shfaqet një atmosferë që vetëm me një fjalë mund të përshkruhet, gjigante. Tingujt e muzikës, dritat e ndezura, lëvizjet e banorëve dhe energjia që shpërthen në çdo kënd të shtëpisë krijojnë një tablo që duket sikur paralajmëron një natë të papar. Banorët shihen duke u hedhur në ajër nga adrenalina, disa duke qeshur me lot, të tjerë të zhytur në biseda të nxehta që pritet të trazojnë ujërat brenda shtëpisë. Krejt kjo atmosferë jep publikut perceptimin se çdo gjë po shkon drejt një kulmi emocional që shumë kush e konsideron si fillimin e stuhjes së madhe që po vjen. Alaudini, I cili e njeh më mirë se kushdo pulsimin e këtij programi, shfaqet I emocionuar teksa komenton pamjet. Ai le të kuptohet se nata e radhës mund të jetë ndër më shpërthyese të sezonit, me zhvillime të papritura, tensione që do të dalin në sipërfaqe dhe sipas tij, momente që do të lënë histori në Big Brother VIP Kosova. Shtëpia duket sikur po jeton një fazë ku energjia është në kulmin e saj. Çdo banor është bërë pjesë e një valë emocionesh që përplasen, ndërthuren dhe shpërthejnë papritur. Publiku në rrjetet sociale tashmë po spekulon se çfarë mund të ketë ndezur kaq shumë atmosferën. A janë krijuar aleanca të reja? A ka nisur ndonjë konflikt I fshehur? Apo ndoshta po shfaqet ndonjë romanc që askush nuk e priste? Një gjë është e sigurt, pas pamjeve të publikuara nga Alaudini, pritshmëritë janë ngritur në qiell dhe fansat janë të bindur se në Big Brother VIP Kosova po vjen diçka e madhe. Ndoshta edhe nata më dramatike e këtij edicioni. Nëse ju pëlqeu kjo video shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.